Mirë, kjo pyetje ka të bëjë me një prej përgjigjeve të mëparshme, edhe përpara se të flas për pyetjen, dua të flas në përgjithësi për këtë fenomen, se shohim njerëzit që kanë një zemërngushtësi të çuditshme për mendimet e ndryshme të dietarëve në fikë. Do thotë, ai që ka mësuar dituri e sheh se pothuajse nuk mund gjendet çështje prej çështjeve të fikut për të cilin nuk ka 2 mendime ose 3 mendime ose 10 mendime prej dietarëve të sunetit. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran." Do të thonë, nëse përpiqet dietari për ta qelluar dispozitën e saktë të shariatit dhe e qellon, atëherë ka 2 shpërblime. Dhe nëse gabon, atëherë ka 1 shpërblim. Do të thonë patjetër se dietarët japin mendime ndryshme dhe ka prej tyre që kanë qelluar dhe ka që kanë gabuar. Dhe të gjithë janë të arsyetuar, të justifikuar, por ai që ka qelluar ka 2 shpërblime dhe ai që ka gabuar ka 1 shpërblim për mundin dhe gabimi është i falur. Edhe këtë hadith, për shembull, e përmendin shumë njerëz si përgjigje kur u shpjegohet diçka prej sunetit. Do të thonë, edhe nuk e pranojnë diskutimin, duan të rinë në mendimin e tyre, edhe justifikohen me këtë hadith. Kurse nga ana tjetër, nëse dikush sjell një mendim, atëherë asnjëherë nuk e kujtojnë këtë hadith, po ka sulme të çuditshme, edhe akuza dhe nënçmime kështu me radhë, që nuk është e saktë për muslimanin, as pak nuk është e saktë, edhe tregon se ai njeri që e bën këtë reagim, do të thonë, nuk ka dituri. Kjo një çështje. Tjetra, do thotë, kur jepet përgjigje për pyetje, kuptohet se secili njeri që e ka këtë përgjegjësi të përgjigjes, do ta japë atë që është i bindur se është e saktë, sipas argumenteve që ka studiuar, dhe nuk është e rrugës që ta elaboroj, do të thonë, gjithë çështjen, të shkruaj, do të thonë, aty si punë seminarike ose doktoraturë ose kështu me radhë, për ta shqyrtuar një çështje. Kjo nuk do të thonë se ai njeri nuk e di se ekzistojnë mendime tjera ose argumentime të lloj-llojshme, por duhet patjetër të përgjigjet njeriu që pyet me atë që i nevojitet atij, me atë që është i bindur se është e saktë. Dhe nga ana tjetër, si që kanë sqaruar dietarët, do të thonë shumica e muslimanëve ose masat e përgjithshme të muslimanëve e kanë obligim ta ndjekin më thonë hoxhën ose muftin e vendit. Do të thonë, të cilët i besojnë për në fetarinë e tij, akiden e tij, rrugën e tij dhe moralin dhe diturinë e tij, edhe nuk e kanë obligim që ta studiojnë secilën çështje në detaje, por mjafton, do të thonë, vetëm të pyesin dhe e marrin ata, do të thonë, atë përgjigje të atij njeriu të cilit i besojnë. Pastaj, nëse shohin kundërshtim mes fjalës së tij dhe argumentit nga Kurani ose Suneti, atëherë patjetër duhet ta ndjekin argumentin nga Kurani ose Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim. Por bërja e luftës, do të thonë, me akuza, me nënçmime për këtë temë, do të thonë, është rrugë e ignorantëve dhe rrugë e atyre që kanë zemërngushtësi për shkak të fanatizmit medhebor. Edhe fanatizmi medhebor ka shumë forma, do të thonë, ose thotë duke ju ngjitur fort medhebit, ose duke ngjitur mendimeve të një prej dietarëve, qofshin ata të kësaj kohe ose të kohës mëparshme. Edhe çdo herë kur dikush jep përgjigje që e kundërshton atë dietar ose e kundërshton atë medheb, do të thonë ngrihen për ta sulmuar dhe për ta nënçmuar dhe për ta diskredituar kështu me radhë, nuk është rruga e diturisë. Do të thonë secili duhet të sjellë argumentet, edhe të sjellë sqarimet e dietarëve, edhe shihni shpesh herë përmenden kur mësohet fikhu, patjetër përmenden se ka mendime disa dietarëve, mirë po, nëse i analizojmë argumentet, shohim se ky mendim është më i saktë dhe muslimani gjithmonë duhet të jetë në analizë të argumenteve të Kuranit dhe Sunetit. Do të thonë, nëse i dëgjon mendimet e ndryshme edhe i kërkon argumentet prej secilit, edhe atëherë e ndjek argumentin dhe nuk e ndjek
vetëm fjalën e dikujt. Kjo pyetje ka të bëjë me çështjen a prishet agjërimi nga dhënia e gjakut ose nga bërja e hijames. Edhe kanë përmendur aty në komente se, domethënë, çka ke bërë ti njeri, se e di se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë hijame duke qenë agjërues, dhe e kështu me radhë, thotë, domethënë se shumë gabim i madh kështu me radhë, sikur nuk ka ekzistuar ky mendim asnjëherë, domethënë sikur nuk e ka thënë askush prej dietarëve, vetëm ka domethënë ka rënë një njeri nga qielli edhe ka thënë një mendim. Domethënë, prandaj ky është një fenomen negativ. Thotë duhet ta dimë se dietar të shumt e kanë thënë këtë mendim ose atë mendim dhe duhet ta shohim argumentin e secilit. Pra, një numër i madh i dietarëve thonë se hijamja e prish agjërimin. Dhe argument është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aftar al-hajim wal mahjum. Domethënë, kanë prishur agjërimin edhe ai që bën hijame dhe ai të cilit i bëhet hijamja. Edhe për këtë ka komentime ndryshme. Mirë po, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është e drejtë për drejtë. Ka në një hadith që transmeton Daraqutni, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lejuar thot hijamen në agjerim. Që do të thonë se pasi ka qenë ndaluar, është bërë lejuar. Dhe mirë po, ky hadith, si thot Sheikh Ibn Baz, nuk mund të krahasohet me hadithet të cilin me hadithin, po të cilin e kanë transmetuar imamët e hadithit. Pra ky që thot se i prishet agjerimi atij që bën hijame dhe atij të cilit i bëhet hijamja, është hadith që transmetohet në librat e sunetit, në Sahihun Buhariut edhe në libra të tjerë, thotë është më i fortë. Kurse ky që thotë se ka lejuar, do të thonë ka dobësi dhe nuk mund të krahasohet me fuqinë e këtij hadithi. Megjithse disa prej dietarëve kanë thënë se është sahih. Mirë po, nëse e krahasojmë gradën e hadithit me këtë që kanë ndaluar, jo që kanë ndaluar, po që tregon se hijamja është shkak për prishjen e agjerimit. Do të thënë nuk krahasohen në fuqi. Kurse hadithi tjetër që thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë hijame duke qenë agjerues. Pra këtu thotë në koment ka thënë si thu për hadithin e Buhariut nga Ibn Abbasi, ku tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë hijame i nderuar. Do të thënë kjo i nderuar është i panderuar, do thotë nga intonacioni i shkrimit. Kjo varet njeriu si e ka jetën, s'është problem. Edhe thotë kjo ka qenë Ramazani i fundit, para se ai të ndronte jetë pas haxhit të lamtumirës. Kjo shpreha e fundit është e çuditshme, se u mundova ta kërkoj, mirë po askund nuk gjendet se kjo hijame. I vërtet është hadithi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë hijame duke qenë agjerues. Por askund nuk thot se ka qenë në Ramazan. Askund nuk gjendet se ka qenë në Ramazan. Ka në transmetim që thot ka bërë hijame duke qenë agjerues në haxhin e lamtumirës. Atëherë, do të thonë, që tregon se ka qenë në agjerim nafile. Edhe do thotë që shumë e përforcon se nuk ka qenë në Ramazan. Pastaj Imam Ibn al-Qayyim lidhe me këtë hadithin thotë se duhet të shikohen disa çështje një herë, para se ta marrim, ta gjykojmë si abrogues i hadithit më parshëm. Pra kështu kanë thënë se thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë hijame duke qenë agjerues, do thotë kjo e abrogon atë më parshmen që thotë se e prish agjerimin hijamja. Por thotë Imam Ibn Qayyim që ti themi këtij hadithi se është abrogues, duhet i marrim parasysh disa çështje. Çështja e parë, të vërtetohet se ky hadith është është i mëvonshëm. Do të thonë, pra Ibn Qayyim nuk e pranon se ky hadith është i mëvonshëm, i haxhit lamtumirës e kështu me radhë. Tjetra, duhet vërtetohet se ka qenë në agjerim që është obligim. Do të thonë,
a ka argument se ka qenë në ditë Ramazani. Tjetra duhet vërtetohet se nuk ka qenë në udhtim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sepse dihet që në udhtim lejohet të prishet agjerimi. Pra duhet vërtetohet se nuk ka qenë në udhtim. Mirë po, transmetimet ndryshme të hadithit që thonë se ka bërë hijame pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke qenë agjerues në ihram, duke qenë muhrim dhe agjerues, që do të thotë se ka qenë udhtar. Do thotë edhe më shumë vërteton se ka qenë udhtar, megjithse kanë dobësi këto. Mirë po, puna është se duhet të vërtetohet se nuk ka qenë udhtar, që të thuhet se është abroguesi i hadithit më parshëm. Dhe tjetra që thot Imam Ibn Qayyim rahimahullah, duhet të vërtetohet se nuk ka qenë i smur. Do të thënë, kuptohet kur e bën hijamen për shkak të smundjes, atëherë lejohet ta bëjë gjatë ditës Ramazanit, por me rëndësi se prishet agjerimi dhe të smurit i lejohet ta prish agjerimin nëse ka nevojë patjetërsueshme për ilaç. Prandaj për këtë shkak e shohim se më e pakta që mund të themi është se hijamja është e dyshimt për agjeruesin. Dhe nëse ka mundësi njeriu që mos bëj gjatë ditës së agjerimit hijame, po ta bëj natën për shembull, nëse mund ta shtyj, e bën natën. Nëse e ka patjetër ditën, mund ta bëj ditën dhe më e saktë është që ta kompenzojë atë ditë me agjerim, sepse argumentet janë shumë të fuqishme se e prish, do të thënë, e prish agjerimin. Wallahu a'lam. Kjo qëllimi është se, do të thënë, ne për secilën pyetje nuk mund të, edhe këtu unë mundova shumë shkurtimisht t'i them ato komentimet edhe fjalët e dietarëve dhe mendimet e mëdhëbeve dhe komentimet e dietarëve të secilit mëdhëb. Dhe nuk është e mundshme për secilën pyetje, domethënë ti shfaqim të gjitha këto se do të bëhet secila pyetje duhet të jetë një mësim me disa pjesë. Domethënë, por e japim atë që jemi të bindur në bazë të argumenteve. Dhe gjithashtu në bazë të fjalëve që i kanë thënë dietarët më herët. Pra si kanë thënë disa prej dietarëve, domethënë të vjetër, pra mos thuaj asnjëherë në fenë e Allahut diçka për të cilën nuk ke paraprirës. Pra nëse dikush thot diçka që nuk e ka thënë askush prej njerëzve, atëherë mund të sulmohet nga nxorë këta, ose është dhe një fjalë që e ka thënë dikush, mirë pa ajo është fjalë shumë e dobët, edhe nuk ka bazë, atëherë mund të sulmohet. Mos flasim për ata që kanë nxjerr bidate, do thotë patjetër se duhet kundërshtohet bidati, por kur ka mendime në brenda, do të thënë mendime të fikut, te dietarët e sunetit, që kanë folur me argumente, dhe dikush i transmeton njërin mendim ose tjetrin, lejohet debati, edhe shfaqja argumenteve për të arritur deri te mendimi më i saktë, por nuk është mirë, ndonëse që kjo të bëhet me konflikt dhe me sulme. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.